Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë 2 ndeshje miqësore ndaj Izraelit me 3 qershor dhe ndaj Luksemburgut me 6 qershor. Trajneri Rolando Maran ka publikuar listën e parë në epokën e tij të re me kombëtaren e Shqipërisë. Tekniku Kuqezi ka grumbulluar 27 futbollistë për 2 miqësoret e qershorit, teksa ka 2 risi në listë. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri i Partizanit Pano Cirku dhe mesfushori Karareses Luis Hasa. Ndërkohë janë rikthyer në kombëtare Alen Sherri, Simon Simoni, Andi Hadroj, Taulan Seferi dhe Kristian Shpendi. Nga ana tjetër mungojnë për arsye dëmtimi Tomas Trakosha, Ernest Muçi, Nazmi Gripçi dhe Rej Manaj. Si portier janë thirrur Simon Simoni, Alen Sherri dhe Pano Cirku. Ndërkohë në mbrojtje janë ftuar Mario Mitaj, Elseid Hysaj, Bojar Plana, Berat Gjimshiti, Naser Ali, Klisman Cake, Stavro Pilo, Ardian Ismaili, Arlinda Jeti dhe Andi Hadroj. Në mesfush do të jenë Adrian Pajaziti, Kristian Aslani, Nedim Bajrami, Qazim Laçi, Julian Shehu, Anis Mehmeti, Arber Hoxha, Ylber Ramadani dhe Luis Hasa. Ndërkohë për sulmin janë thirrur Taulan Seferi, Myrto Uzuni, Armando Broja, Mirlin Daku dhe Kristian Shpendi. Trajneri i ri i kombëtares Rolando Maran në një konferencë për media u ndal tek futbollistët e grumbulluar, duke u shprehur se i është referuar listës së madhe dhe duke shtuar se disa prej lojtarëve janë të dëmtuar. Do kisha dashur që lista të ishte pak më e gjatë, sepse kam dëshirë që të shoh të gjithë futbollistët. Janë 2 ndeshje që do jenë thelbësore për ekipin. Jam referuar edhe listës së madhe, kam punuar që të kuptoj më mirë gjendjen e futbollistëve. Lojtarët të dëmtuar janë Strakosha, Dajsinani, Manaj, Muçi dhe Gripçi. Duhet të marrin maksimumin nga këto futbollistë që kemi, sepse janë ndeshje shumë të rëndësishme. Gjatë punës time më ka rastisur që futbollistët të shënojnë një rekord golash për gjatë sezonit. Kur arrin të shënosh, rezultatet janë më të favorshme. Kjo gjë mund ndihmoj edhe Armando Brojen, por edhe futbollistë të tjerë. Jam i bindur që me punën që do bëjmë në fushë, do t'i ndihmojmë sulmuesit, por edhe ekipin të arrijë rezultate. Kombëtarja e Shqipërisë do ta nisë zyrtarisht grumbullimin ditën e hënë, ku do të stërvitet në shtëpinë e futbollit.